shumë po bajke sabër, as një pik loti se ka qitë. E keni këta ka njëherë. Kë nuk është sabër o musliman. Nuk është sabëri mos me qitë pik loti. Kjo është pështjelje në gjinjave u hutu, zdina me kajta, me kesha. Kjo është qësi. Sabëri nuk është mos me qitë latë. Ka thonë Rasulullah a.s. zemra mërzitet, syni lëtan. Sabri është mos me fol fjalë me të cilat Allahu nuk është i kënaqur. Si për shembull me thonë, qysh bre veç mu po m'dodhen këto. Ma mirë mos më pakon hiç se sa më ndodh kjo. Kjo është jo sabër nëse i thu këto fjalë. Ama nëse del loti është normale musliman. Rasulullah a.s. ka kajt namaz gjenazës djalit tina. Ka kajt. Është normale. Njani prej muslimanëve ma vonë ka kesh namaz gjenazës. Në pyet dietarët kanë thënë qysh Rasulullah a.s. ka kajt namaz gjenazës e ky imami ka kesh namaz gjenazës. Cili është ma jozum në atë kuptimin? Ati cili o musliman? Rasulullah a.s. ja ka dhënë hakin si cilës. Mërzis ja ka dhënë hakin. Edhe është mërzit, edhe ka kajt. Ama nuk ka fol. Ky imami ma vonë kur i ka dek djali, i cili ka kesh gjatë varrimit, këtina ju kanë pështjell ndjenjat, edhe nuk i ka vend që me kajt, i ka dal gazi. Kjo ndodh edhe mu i ndodh si cilët. Për shkak se nasë një majmë ndjenjat nër kontrol. Ama Rasulullah a.s. ka majt vetën shumë nër kontrol. Zemra është mërzit, syni ka lëtu, goja nuk ka folve se sa ato që ka Allahu është i kënaqur me ta. Kjo është sabri. Ema jo kësë sabrën që është pik lotë s'ka qitë. Kjo është zemër që nuk mundet me kontrolu vetën. I ka hup tragi, dhe ma nuk e din a me kajt, a me kesh, a me lëtu, nuk e din. Për mërzis të madhe i ka hup kontroli. Ama në qofë se shet i kanë këtu lëtu, në rrasdik është normale musliman. Lusëm Allah në azu gjemë në forcu.